Endri! Mirë mbrëma. Endri, si gjithnjë. Po ty. Jemi bërë të pandashëm. Endri, si gjithnjë, me lëvizjet, me tingujt e muzikës që i përzgjedh vetë, me koordinatat, përpiqet na çojë tek ideja të ftuarit të radhës. Kësaj radhe, siç e dëgjuat, ishte një zë, ndoshta nuk e keni identifikuar që në fillim, por ka një konsensus ndërkombëtar që ky lloj zëri vjen jo vetëm nga energjia e shpirtit, por edhe nga një energji hynore, nëse mund ta cilësojmë të tillë. Nuk po flas më shumë. Shohim ku do na çojë GPS-i kësaj radhe, Besi. Shohim. Selia e shenjtë, Vatikani, në 21 shtator të vitit 2014, Papa Francesco do të vizitonte Shqipërinë. Vizita e 4 në rang ndërkombëtar, e para në kontinentin evropian, e dyta e një pape në Shqipëri, bëri historinë. Shqipëria ditë do të ishte në qendër të vëmendjes së mediave ndërkombëtare. E natyrisht kërkoi një organizim i jashtëzakonshëm, me mira gazetarët shqiptarë dhe të huaj, të cilët do duhet të bënin mbulimin mediatik. Kjo vizitë historike kishte si një ndër organizatorët e strukturës së komunikimit e informacionit njeriu që sot do të nënshkruajë kontratën me shqiptarët. Ai është prift, jo klasik. Ka studiuar në Perëndim, por për shumë se një dekadë shërben në Shqipëri. Është aktiv, tejet aktiv, si në media, ashtu edhe në jetën sociale, madje edhe në rrjetet sociale. Motoja e tij është "Ji njeri deri në fund". E ka këtë qëllimin në çdo angazhim dhe sipërmarrje. Sot do të jetë urdhëresa e tij në nënshkrimin e kontratës me shqiptarët. Zonja dhe zotrin, Don Gjergj Meta! Mirë se erdhët, Don Gjergj Meta. Kur priteni me duar trokitje, si ndiheni? Nuk di çfarë them. Duar trokitja. Okej, në këtë rast është e finalizuar edhe për spektaklin, sigurisht. Spektakël pa duar trokitje nuk ka, kështu që është pjesë e spektaklit. Edhe sigurisht edhe është shenjë respekti për një të ftuar. Audiencë është gjithsesi, audienca e meshës, audienca e spektaklit, e televizionit. E thash pak më parë, një klerik jo klasik, sepse prezenca juaj, jo vetëm në televizion, jo vetëm në media, i ka dhënë një zë të ri edhe klerit në Shqipëri. Ju jeni një ndër përfaqësuesit më dinjitos të këtij komunikimi të ri. Kur ja cilësojmë të vazhdimisht edhe në intervistat që bëni, si ndiheni? Mendoj që kleri në Shqipëri ka përfaqësues dinjitos shumë. Thjesht në disa momente dikush duhet të bëjë disa punë për të përfaqësuar kishën në disa gjëra. Unë jam zgjedhur në disa raste për ta përfaqësuar kishën në shtyp. Shumë të tjerë mund ta bënin në vendin tim këtë gjë, edhe mund ta bënin edhe mirë. Në këtë moment qëllova unë jam unë, prandaj edhe ndoshta shpresoj ta kem bërë mirë, të vazhdoj ta bëj mirë për të shërbyer një kauze më të madhe se unë. Është hera e parë që në studion e kontratës unë kam një klerik. Unë e thash, motoja juaj është "Ji njeri deri në fund". Po, mendoj, me qenë se jemi te kontrata, mendoj që kontrata bazë që secili nga ne ka, është momenti që ka ardhur në jetë. Dhe në momenti që ka ardhur në jetë, në momenti që çdo njeri nga ne ka filluar ekzistencën e tij, i ngjizur në barkun e nënës vet, e deri në momentin që vdes ka një mision që të jetë njeri deri në fund.
çfarë do thotë jesh njeri deri në fund, kjo është... Mjafton vullneti për të qenë njeri deri në fund? Jo, sigurisht nuk mjafton. Vullneti është një përbërës i jetës tonë. Ne kemi vullnetin, kemi arsyen, kemi miqt, kemi shokët, kemi mësuesit e jetës tonë, kemi armiqt tanë, kemi rrethanat, ka shumë gjëra që ndikojnë në formimin tonë për të qenë njerëz deri në fund, ose ndoshta nganjëherë për mos me qenë autentikisht njerëz. Kështu që vullneti është vetëm një pjesë e gjithë kësaj përpjekje të njeriut për me qenë njeri deri në fund. Kjo mendoj është kontrata më e madhe që kemi bërë me Zotin dhe me vetveten. Por Dom Gjergjmeta, mendoj që do ketë shumë duar trokitje sot, se nuk mungojnë aforizmat në komunikimin e Dom Gjergjmetës. Është një lutje që dikur çelte meshat. E kujtojmë dhe një herë, Zoti që bën të lumtur rinin tima. Dhe këtë lutje e bënin si të rinjt, adoleshentët, ashtu edhe të vjetrit, të konsumuar nga mosha. Kishte në thelb të saj se mosha biologjike nuk ka asgjë të bëjë me shpirtin e njeriut. Kështu që në këtë rast të gjithë e recitonin. Mua më pëlqeu si hyrje e programit, sepse me njëherë më solli në mendje këtë kalim të tranzicion interesant që po bën Kisha Katolike, me një fenomen të ri që njihet si Papa Francesku. Ne po emrin fenomen, sigurisht ju në kishën tuaj e cilësoni Papën Atin e Shenjtë të Vatikanit. Fenomen. Ka marrë përsipër ta revolucionalizoj kishën dhe unë këtë revolucionarizim dua ta nis po me një lajm të ditëve të fundit, më konkretisht të datës 27 tetor, ku mediat ndërkombëtare në të gjithë gjuhët e botës do të shkruanin: teoria e Big Bangut nuk kundërshton krijimin hynor. Zoti nuk ka qenë një magjistar. Në italisht, në anglisht, në spanjisht, në gjithë gjuhët e botës, edhe në shqip, vjen ky kumët i rëndësishëm i cili jep fund një dileme ku shkenca dhe besimi për një kohë të gjatë ndaheshin me njëri tjetrin. Thënë më ndryshe, Papa Francesku ka pranuar që origjina e krijimit të universit, pavarësisht se nga besimi konsiderohet se është realizuar nga një krijues inteligjent, pra në këtë rast nga hyi, nuk përjashton teorinë e evolucionit, cila është mbrojtur nga shkencat deri në fund. Tani, sigurisht që argumenti kërkon ekspert të mirëfillt që marrin vesh nga teoria e evolucionit dhe nga teologjia e kreacionizmit. Nga teologjia e krijimit, dhe sigurisht nuk jam unë personi i përshtatshëm që të flas për këtë nga pikpamja metodologjike shkencore. Por deklarata që vjen në 2014-ën ka një, do t'rregoj një anekdot të facebookiane, themi kështu. Një djalë pak i alarmuar më shkruan në Facebook dhe thotë: "Dom Gjeshta, është e vërtetë që Papa ka pranuar teorinë e evolucionit?" Dhe them, po mirë, ku e morë vesh? Dhe ai më sjell titullin e The Independent. Më sjell titullin shive. Mirë, them, atëherë unë nuk po të përgjigjem çfarë ka thënë Papa, po të dërgoj linkun e fjalimit të Papës. Lexo linkun dhe pastaj shife se çfarë thot gazeta. Shpeshherë neve marrim titujt e gazetave për informacione, ndërkohë që është mirë të lexojmë burimet origjinale. Papa e ka deklaruar mos gaboj në një akademi shkencore. E ka deklaruar në një mbledhje të Akademisë së Shkencave të Vatikanit në momentin që po zbulohej një bust që Akademia e Shkencave të Vatikanit i kishte dhuruar Papës Benedikti XVI. Dhe në atë rast Papa ka mbajtur edhe këtë fjalim ku ka folur për mos kundërshtinë ndërmjet teorisë së evolucionit dhe teorisë së krijimit ose teorisë së Big Bangut. Në fakt, më ka pëlqyer e fakti që Papa e ka ritheksuar, sepse në fakt faqet e para të Biblës nuk na tregojnë neve modalitetet si është bërë bota, si është bërë gjithësia. Dhe kështu që madje edhe përpara Papës Benediktit XVI ka teologë të cilët edhe shumë të famshëm që kanë thënë që sigurisht që ka një evolucion brenda species. Është për të parë nëse këtu kemi të bëjmë evolucionin si kapërcim të species, apo evolucionin brenda species, ose për shembull në rastin e Big Bangut, kjo teoria e këtij shpërthimi zanafillor. Gjithsesi një gjë mbetet. Unë do të citoj, se ju më thatë që do të jeni kujdesshëm sa herë si gazetar kur ndërtojmë titullin mbi, sidomos mbi deklarata. Mua më ka pëlqyer dhe kam lexuar të gjithën. Dhe kam zgjedhur pjesën që më ka pëlqyer, që ta përdor dhe si sfond të curisë programit. Zoti nuk është magjistar.
me një shkop magjik në dorë. Ai krijoi qeniet dhe i la të zhvillohen sipas ligjeve të brendshme. Jo kaos në krijim, por ligj suprem që vjen prej dashurisë. Dhe Papa në fakt flet për njeriu, të cilit i ka dhënë një tjetër autonominë, lirinë dhe për të qenë përgjegjës për krijimin. Dhe mua më ka pëlqyer kjo vlerë morale që ai ka dhënë. Më pas, nëse shkenca do pajtohet me besimin e kush çdoi më parë, kjo kanë përshtypjen do zgjasë edhe një milenium tjetër. Mendoj është gjithmonë një dialektike shëndosh. Një dialektike shëndosh ndërmjet besimit dhe arsyes. Në qoftë se nuk ekziston kjo dialektik, atëherë neve bijemi në fundamentalizëm, ose fetar, ose racionalistik në një farë mënyrë. Është shtëpia juaj e lindjes, në fshatin e Rrushkull të rrethit të Durrësit. Ka ndryshuar shumë nga voglia juaj? Fshati ka ndryshuar, pak, ka ndryshuar, po jo shumë, ka ndryshuar pak. Është bërë më kështu, themi, më modern, në kuptimin që ka shtëpi të reja tani, ka rrugë të asfaltuara më shumë. Megjithëse Rrushkulli nuk është se ka qenë një fshat krejt i panjohur për atë kohë, për disa arsye shumë objektive. Arsyeja e parë është sepse në Rrushkull ishte deti. Dhe kështu që nga gjithë ferma e Sukthit e atëhershme, fëmijët vinin në kamp veror në Rrushkull. Dhe kështu që ishin tek ne. Një kjo. E dyta, Rrushkulli kishte një rezervat gjuetie. Dhe udhëheqja asaj kohe vinin dhe gjuanin në Rrushkull. Po të them gjithë anëtarët e byros politike. Keni parë nga afër në atë kohë? Jo, në atë kohë jo, por për shembull unë kisha xhajetin miku shrit e babit, të cilët ishin gjuetarë dhe gjunin me Muhaslanin, me Mehmet Shehun, me ato udhëheqësit e kohës, të cilët vinin dhe gjuanin fazan në pyllin e Rrushkullit, sepse kishte një fazaneri Rrushkulli. Kjo është gjyshi? Apo jo? Këtu. Po. Duhet të jetë gjyshi. Kjo është gjyshi Mamit. Kjo është gjyshi Mamit. Kjo është gjyshi, po. Ju keni marrë emrin e gjyshit? Po, Gjergj. Gjergj. Ky ishte një zakon i bukur në familjet shqiptare, sidomos familjet shqiptare katolike, por edhe familjet shqiptare në përgjithësi me taban që donin të ruanin traditat. Unë kam për shembull sot një shok timin musliman i cili i ka lind djali parë dhe ja ka vuar emrin Baram, sikurse e kishte babai vet. Edhe është shumë bukur kjo gjë. Dhe mund ka pëlqyer gjithmonë emri, më them drejtën edhe sot e kësaj dite. Kjo tregon edhe vlerën e familjeve shqiptare që kanë dëshirë të transmetojnë, kanë dëshirë të vazhdojnë atë çka ka qenë jeta e gjyshërve, jeta e të parëve. Ka lindur në këtë shtëpi me 30 prill 1976. Dhe Gjergji është rrit në këtë shtëpi, edhe ka kalu moshën fëminore, shkollën 8 vjeçare, dhe i pjesë shkollës mesme e ka kalu këtu që ne sot e qymë shtëpi e vjetër. Ma i mendo më thonë që më vinte për qesh, se hypë të lartë, merë të librin dorë dhe hypë të si për tanës Rrushit. Hanë të Rrush atje edhe lexonte. Unë shikane për o borë, ku është Gjergji ku për lexonte, se lexonte nga herë dhe me zot lartë. A ishte majt si për tanës Rrushit. Thësha, po qa bërë në Gjergj që është atje, po zbritaj nanë lexo poshtë. O mamë, ha se boj dy punë, edhe lexoj, edhe harru. Kurrën e kurrës, po t'ju kisha pyetur, nuk do ma tregonin çështjen
E vlerës së dy fishi kishte të lexuarit mbi rrush. Kështu që babai dhe nëna juaj natyrisht janë dëshmitarët më të besueshëm në rrethimin e jetës tuaj. Dhe do të jenë përgjatë këtij programi. Janë të dy mësues, mos gaboj. Po, të dy mësues. Çfarë ju kujton ai ambient? Ambienti është shtëpia. Shtëpia ime, aty është kisha që është afër shtëpisë time. Dhe kjo zonjë? Do të jetë është se mami Hall prena? Të thotë që? Wow. Interesante. Pra jo nuk faleminderit për këtë surprizë, nuk e dija. Po, prena. Interesant sa ngjaka me mamin tim, janë nga një fshat të dyja. E lidha edhe me historinë që po tregoni sepse kanë një vlerë të përbashkët në vokacionin tuaj. Po, kjo është një grua tjetër pashkja dhe po historia pashkës është e rëndësishme, po kurse prena më ka tregu një histori tjetër vetë. Prena mbetet e vej në moshë të re dhe ju desh të rrisi shumë fëmijë. E vetme, me shumë sakrifica, me shumë mund, një grua e jashtëzakonshme, e jashtëzakonshme. Dhe më ka tregu një histori që gjatë kohës komunizmit ju donte të shkonte në punë. Atë e merrte fëmijën krah në punë, shatin, bukën e gjitha dhe merrte me vete edhe 50 guralec të vegjël ose kokra misri ose nuk e di, merrte me vete dhe duke ecur rrugës ne kemi një lutje që e quajmë lutja e Ruzares me rruza të vogla, janë rreth 50 rruza dhe ajo duke ecur rrugës lëshonte nga një rruze e duke thënë të fale Mari hir plotë Zoti me ty, lëshonte që mos ta shihnin sigurisht se po lutej dhe nga shtëpia deri tek puna bënte këtë punë dhe kur kthehej përsëri bënte këtë punë. Dhe është një person që më ka mësuar dhe lutjet e para në një farë mënyre. Ishim shumë afër me shtëpi, jemi akoma shumë afër me shtëpi, pavarësisht se ajo nuk jeton më dhe nuk kemi ndarë asgjë, familjet tona kanë qenë shumë afër, por kjo ishte një gru siç din të jenë nënat shqiptare, siç din të jenë them të drejtën, historia e prenës është historia e shumë grave shqiptare, e gjysheve shqiptare, nënave shqiptare, të cilat në të vërtet kanë qenë ruajtëset e vërteta të besimit në Shqipëri. Ka një moment, një çast që ju e identifikoni me atë momentin hyjnor, që vendosi për fatin tuaj? Jo, ka... Çfarë thirrje është kjo? Mund na e shpjegoni, Dom Gjergji? Të flasësh për kushtimin në priftëri, në meshtari, si një vokacion, si një thirrje. Në qoftë se du të bëj një paralelizëm, i ngjan është vetëm thjesht një analogji. I ngjan atij momenti duhur kur ke përballë personin e duhur, që thu ky është, kjo është, dy veta që takohen që dashurohen dhe martohen në një farë mënyre, është një moment kur, ke përjetu momentet bukura ndoshta me një njeri e tjetër, por është momenti kur thu kjo. Nuk e di, besoj. Dhe nuk ka një sepse më pas. Nuk është se është një moment racional në kuptimin, është një përvojë jete, është i arsyeshëm, por jo themi kështu matematik, që thosh ka ndodhur sepse 2 dhe 2 bëjnë 4, është shumë matematike. Këtu ke një siguri të brendshme, është një shtytje e brendshme që të thret për diçka më shumë në jetën tënde. Dom Gjergji, ne vim në objektet e kultit për të rrëfyer. E duke u rrëfyer përpiqemi që të japim fund edhe situatave të pakëndshme që na shkakton pengu.
Unë ka vendosur që një nga pengjet tuaja së tash bëj. Dhe në studio kanë ardhur Agustin Kola dhe Ylli Sheu! Dy legjenda futbolli, Ylli Sheu dhe Agustin Kola. Mirë erdhën. Urdhëroni, uluni. E jani. Agustin Kola, legjend e Tiranës së 17 nëntorit, babaj tim po e bie të fikët tani. Mua më bie të fikët se unë kam që tifoze e Partizanit dhe Ylli Sheut. Të dy lojtarë të përfaqësueses shqiptare, gola shënues. Gola shënues edhe në atë kohë, në atë periudhë kur kam qenë unë fëmijë, ishin kështu, domthon priçim televizorin se vetëm prej televizorit i shifshim edhe ti e sallaks. Me gjujtet me të majtën që kanë qenë të jashtëzakonshme. Do një derbi Tirana Partizani, ban mend? 17 nëntori Partizani? Ndoshta ka qenë diçka për kupë ose luaj vendi i parë dhe i dytë diku në një kampionat, por nuk jam i sigurt në vitet 80 diçka e tillë, por nuk jam fort i sigurt për këtë kështu, por ndeshjet e 17 nëntorit ishte një vujtje e vërtet për të prit deri në fund rezultatin. Mos ma thuaj. Babajin tim e mbaj mend në situata që Agustin Kola. Sidomos derbi. Derbi i famshëm. Derbi i famshëm. E kuptoni sa idhë keni qenë për ne po thajsim me një brez me Dom Gjergj Metën dhe jemi rritur me atë lloj futbolli, me atë lloj virtuoziteti në fushë që ndonjëherë them të rikthehet ai pasioni aty futbollit. Dhe nisim një ostim. Marim La Vikingën dhe shkojmë këtu. E njihni qytetin? Po kyse çdo çat. Ku ishin? Bari. Bari. I feel happy. I lumtur. Qyteti në radhë parë, Bari na kujton një gjë tjetër përpara meje. Na kujton 90-91-shin, zbarkimin e eksodit të madh të shqiptarëve në Bari. Është qyteti mikpritës i shqiptarëve në momentin më të vështirë të tyre dhe për këtë Bari ka një merit të jashtëzakonshme. Është ballafaqimi ndoshta i parë me perëndimin. Me perëndimin, me botën perëndimore. Që do të shndrohet në fatin tuaj, sepse ishte ballafaqimi i parë me botën perëndimore edhe për ju. 18 tetor 1994. I vetmi seminarist në Bari, shqiptar. Përballeni me një mentalitet të ri, me një botë të re, studimet tuaja në një vendim të sapo marr krejt i vetëm Dom Gjergj Meta përballë perëndimit dhe fatit ti. Dhe këto janë pamje që do na shoqërojnë gjatë bisedës. Nuk janë pamjet e shëgurimit të asaj periudhe, por janë pamje shëgurimi në tërësi, ju i njihni me njëherë sapo i shihni. Ju vini? Janë të riti të vjetër, nuk është kështu riti më. Ky është riti i vjetër i shëgurimeve para vitit 65. Para vitit 65. Pavarësisht saj, ju ktheheni dhe besoj me rritet e reja, merrni pjesë në shëgurimin e miqve tuaj. Dhe kjo ndodh në vitin 2000 dhe jo vetëm një vit më pas, bëni shëgurimin tuaj në 21 prill të vitit 2001, një ditë më parë ishit në Mesh, duke drejtuar. Faleminderit shumë për këtë kujtesë, dua të them 29 qershori i vitit 2000 ka qenë për Shqipërinë katolike një ngjarje shumë e madhe. 6 nga këto djemë të ri, që edhe sot e kësaj dite janë priftëri, janë miqtë mi, shokët mi, të parët mbas 67-ës, kur ishte mbyllur feja, të cilët bëhen meshtarë. Dhe jam 9 vjeç. Unë, kur të rritem, dua që të bëhem prift, sepse dua që të ndihmoj të varfër, sikur ndihmojnë priftat e tjerë. Sikur bëri Shën Francesku me të varfërit. Në moshën 7 vjeç unë e kam vendosur këtë gjë sepse e kam parë dalën tim dhe xhaxhain tim. Më pëlqente kur xhaxhai im i fliste njerëzve për Zotin se çfarë ka bërë ai dhe të tjerat.
Samueli është i vogli. Samueli, pa Aleksandri. Aleksandri do të bëhet prift, por Samueli nuk e tha në kamera, po jashtë kamerës na pohoi që do të martohet dhe të bëj sa shumë fëmijë. Kështu dhe Samueli. Sigurisht që ata janë aq të vegjël të dy sa që kush e di mbas shumë vitesh edhe mund të ndrohen vendet. Kështu që nuk e dim, mbetet për të parë. Ne nuk e dim të gjë, por nuk e urojmë përpara për ditëlindjen Samuelin. Jo. Nuk e urojmë përpara. Unë e ftova Aleksandrën dhe t'jemi sinqert. E ftova Aleksandrën në emision, por Aleksandra është një natyrë e mbyllur. E do shumë vëllain e saj. Por më tha Sonila, ja kemi lënë dom Gjergjit aspektin e PR-it edhe të komunikimit publik, sepse e bën shumë mirë. Prandaj unë mendova, nuk kemi Aleksandrën, po të gjejmë një vajzë 27 vjeçare, e cila do hynë në studio. Do të kërkoj dom Gjergjit të mos flisni fare në momentin që ajo hyn, të mos bëni asnjë lloj reagimi. Ajo do të pozoj 3 pyetje për ju. Dhe në fund do të shpjegojmë se përse kemi bërë këtë zgjedhje. Dakord? E ftoj vajzën. Nuk do asnjë reagim. Mirë mbrëma, mirë se erdhët, orderoni. Ju keni emrin tim, quheni Sonila. Jeni 27 vjeç. Nuk e themi nëse jeni besimtare ose jo besimtare. Keni ardhur sot sepse doni të bëni një ballafaqim me dom Gjergj Metën. Për 3 çështje që I konsideroni të rëndësishme për ju. E para. Së pari, dua ta pozicionoj veten time në rolin e një të riu I cili është në kërkim të së vërtetës, apo Zotit, apo sensit të tij të jetës, dhe pyetja ime për dom Gjergjin është ku dhe si mund ta gjej Zotin në ditët e sotme? 1 minutë kohë keni dom Gjergji për çdo pyetje. Që është shtruar sa ka ekzistuar njeriu, ka 2 aspekte. Përpara se të mendosh se do ta gjesh ti Zotin, hapja zemrën, mendjen, sepse do të vijë gjëja I ty. Pyetja e dytë. Pyetja e dytë nis pak në fakt nga konteksti I ngjarjeve të sotshme, që janë luftrat. Luftrat botërore, por më tepër ato të quajtura fetare, të cilat duken që her pas here përsëriten në mënyrë ciklike në historinë njerëzore, dhe unë doja të dija se si duhet të qaset një besimtar I devotshëm ndaj thirrjeve të një lideri për luftë në emër të Zotit. E para, koncepti luftë në emër të Zotit është një absurd, sepse Zoti është në vetvete dashuri dhe paqe. Është e vërtet. Ne qëlluam rastësisht në shtëpinë e 2 miqve tanë, që e kemi më shumë se miq, si familjarët tanë, dhe Gjergji u smur kështu papritur, pas asaj lodhjes madhe me angazhimet për papën, Dhe vija nga një studio televizive. Po, dhe unë që duhet ta ndiqja gjatë gjithë kohës, sepse më duke sikur po të ikja nga dhoma, do më humbte ky. Edhe rria çdo 10 minuta, zgjohesha, çohesha dhe shikoja. Dhe një moment thash, okay, unë kështu as nuk po flej dhe as nuk po rrizgjuar, kështu që më mirë po flej me këtë, dhe di që mbi organ kam qëndruar aty kështu duke qëndruar që këtë më trishte. Kjo është modra. Aleksandra. Jeni një familje shumë të bukur. Unë falenderoj që erdhe në studio. Vërtet Aleksandra donte të qëndronte në hije, por tani e kuptoj pse ndodh kjo gjë, sepse ka shumë mundësi që po të bëhet personazh publik, mund të të sfidoj shumë fort dom Gjergj Metën. Aleksandra, falenderoj. Me zemër. Falenderoj edhe dom Gjergj Metën, të cilin po. Tani edhe mund ta punësh. Faleminderit Aleksandra. Ne te kontrata këtë sezon kemi ngritur këndin e asaj, kurioztare së pandrejshme, e dashuruar pas dijes. Është e mençur. Për fat të mirë nuk ngopet duke nxënë, edhe duke pyetur,
Francesca. Francesca! Francesca. Mirë mbrëma. Mirë se erdhe, Francesca. Francesca, mirë? Francesca është 10 vjeç. Francesca, si ke qenë? Shumë mirë, faleminderit. Si po shkon përvoja jote televizive? Shumë mirë, faleminderit. Të prezentoj Dom Gjergj Metën. Ne nuk e themi që në fillim nëse Francesca është apo jo besimtare. Ne u njohëm të korridoret pak përpara. Francesca, ç'të kam thënë mos mi tako të ftuarit më përpara? Po, e Juli thirra unë. Binjaku, gjoba e dytë sot e kontrata. E thirra unë dhe doja të takoja. Po s'kisha ç'të bëja. Është bërë personazh publik, është e pashmangshme. Ju lutem, më sillni Po, pak. çështja është se unë Francesca në jo përpara sonte. Unë Francesca kam parë dhe një herë tjetër, në një darkë. Dom Gjergji nuk tregojmë çdo gjë. Në rregull? E rëndësishme është që ai takim që keni patur, të mos themi se ku ka ndodhur. Jo. Francesca sot ka ardhur të bëj pyetje të një vajze 10 vjeçare. Tani do doja shumë të më ndihmonit pak me tabelën, sepse Francesca nuk e di që unë do t'i bëj një pyetje Francescas. Është e papritur. E kemi tabelën? Ju lutem. Atëherë, Francesca dashur. Bie në shkollë midis shoqeve biseda për Zotin? Po, ndonjëherë, po. Bie biseda për Zotin. Çopak? Si imagjinon ti Zotin? Sipas meje, Zoti nuk ka trup, nuk ka fytyrë. Zoti është një shpirt i plot, një shpirt i pastër. A mund të më vizatosh Zotin sipas idesë tënde? Nuk mundem. Nuk mundem pasi, si ta them, është diçka e brendshme që nuk ti thjesht të imagjinon Zotin me shpirt, por jo me mendje. Unë në moshën tënde nuk lejohet besoja, kur kam qenë 10 vjeç. Pavarësisht se prindrit e mi, duke qenë me lidhje secili edhe familjare me njerëz që dikur kishin besuar dhe fort, na lejonin nga pak. Dhe unë kur përshpëritej në shtëpi, fjala e Zot, mua më shkonte mendja dhe bëja imagjinoja kështu. E dallon se çfarë është? Që unë, kur isha në moshën tënde, preferoja t'i bëja dhe sy, e ta bëja të buzëqeshur. Si diell. Unë mendoja që Zoti ishte dielli. Po, kështu mendoja. Kam dëgjuar fëmijë të tjerë që ndoshta kanë parë filma dhe imagjinojnë një burr me mjekër, me një kostum të bardhë, apo shpeshherë veshur me një veladon, që qëndron lehtë mbi re, ka një aftësi të jashtëzakonshme të qëndrojë mbi re. Papa Francesku na hoqi një dyshim. Na tha nuk është magjistar, kështu që e hoqim nga koka edhe atë perceptimin e magjistarit. Ulo Francesca. Unë mendoja diell. Ka problem Dom Gjergji? Asnjë gjë. Është një përfitimë shumë i bukur i Zotit. Është i tillë. Francesca. Dielli është i plot fuqishëm. Dom Gjergji është i gjithë për ty. Pyetja e parë. Në shumicën për pyetjet edhe unë kam shkruar mendimin tim për përgjigjen e tyre. Përse ekziston dhe kush e ka krijuar Zotin? Zotin nuk e ka krijuar askush, ai thjesht ekziston, por ai krijon gjithçka. Kush është Zoti? Si ngjan ai? Ku banon Zoti? Zoti banon brenda zemrës tënde. Zoti vetë, a është besimtar? Çfarë beson ai? Beson tek ti. Sa i madh është Zoti? Prap sa ti. Përse sa unë? Sepse Zoti bëhet i afërt me njeriu dhe bëhet aq i afërt sa njeriu të ketë mundësi ta kapë dhe ta përqafojë. Prandaj ai bëhet sa ti. Përse nuk mund ta shohim Zotin si shohim për shembull diellin? Diellin për ta parë duhet të vesh syze apo jo? Në kuptimin që thjesht dielli në jetën e përditshme që shohim ngjyrën, formën. Nuk mund ta shohësh sepse ai të rrethon gjithkund, Francesca. Kështu që një gjë që të rrethon gjithkund s'ke si e sheh. Pyetja e radhës. Në të gjitha besimet pranohet se Zoti i Madh është Zoti i dashurisë për njerëzit. Atëherë pse lejon Zoti vuajtjen, dhimbjen dhe varfërinë? Pse e lejon ai që të vdesin fëmijë të pafajshëm? Zoti lejon që të ndodhi e keqja. Zoti nuk e shkakton të keqen, por njeriu është i lirë
Dhe njeriu është aq i lirë sa mund t'i bëj keq njeriu tjetër. Dhurata vetme që Zoti na ka dhënë ne është liria, na ka dhënë rrugën e vet dhe rrugën tonë. Ne fatkeqësisht zgjedhëm rrugën tonë dhe përfunduam ku jemi. Rrugën e slavërisë. Pse krijoi ai tokën? Domethënë pse kishte nevojë për tokën? Pse kishte nevojë që njerëzit të rrinin në tokë? Zoti nuk krijon nga nevoja. Zoti krijon nga dashuria. Krijon nga dashuria, nuk krijon nga nevoja. Nga nevoja zakonisht i bëjmë punët ne kemi nevojë. Zoti është i ngjan pak a shumë një çifti që duan dhe sillin jetë një fëmijë, nuk e sillin nga nevoja, sillin nga dashuria, pikë. Nuk është të dashurisë, Francesca. Zoti nuk krijon nga nevoja. Nuk ka nevojë për asgjë. Krijon sepse don. Francesca, ta themi të vërtetën për ty? Faleminderit. Gongu, ka ishko kishëm dispozicion. Francesca është besimtare. Dom Gjergji, e anë një. Unë dua t'ju vendos në një situatë e cila për besimtarin katolik është e njohur. Via Crucis. Ju më shpjegoni, Via Crucis është? Udhja e kryqit, rruga e kryqit, po. Rruga që ka bërë Jezusi për të shkuar drejt kryqit. Drejt kryqit, me mundimet e veta. Janë 14 ndalesa të famshme. Po më duke sistema audit. Kur themu që si jeni pips klasik. Unë duaj që t'improvizojmë një Via Crucis. Sigurisht nuk është rruga e mundimit tuaj. Por me qenë se dhe Biblia ka bërë një përkthim Via Crucisit si një përpjekje për dalluar të vërtetën nga mashtrimi. E ka konsideruar një moment reflektimi dhe purifikimi. Ne pasi bëm një mision thuajse 3 orësh për jetën tuaj, ngjarjet, njerëzit që u kanë çuar për të qenë ky që jeni sot, dua të vendosemi dhe të bëjmë dhe ne 14 ndalesat tona. E janë me mua, Dom Qërshmeta. 14 mund të jenë gjëra, vende, njerëz, ngjarje që përbëjnë Via Crucisin tuaj. Fillojmë. Ndalesa e parë. Kush do të ishte? Ndalesa e parë është momentet fëmijërisë time, kur nuk më lenin të bëja gjërat që doja. Fëmijëria. Lëvizim në ndalesën e dytë. E jani me mua. Kush do të ishte ndalesën e dytë? Ndalesën e dytë, po themi kështu ato pengjet që folën pak për para, që nuk u realizuan, por që në një farë mënyrë miqtë e mirë të bëjnë që të realizosh. Ndalesa e tretë. Është më pak e mundimshme, se që ishte menduar. Ndalesa e tretë, themi kështu, janë ato herë që ka marrë shpulla nga babi ose nga mësuesit e mi. Kanë bërë mirë. Më kanë bërë mirë, sigurisht që kanë ndikuar tek unë. Ndalesa e katërt. Ndalesa e katërt janë momentet kur jam zënë me shokët në familjen time. Ke kërkuar falje? Po, në disa raste, po. Në familji, kur kam bërë debate të ashpra me njerëzit dhe nuk kam qenë tolerant. Nuk e qenë tolerant. Ndalesa e pestë. Ndalesa e pestë, unë them vdekja e njerëzve të dashur. Kur ka qenë ballafaqimi i parë me vdekjen e njeriu ta? E parë me gjyshen time në 89-ën. Çfarë të mësoi ai moment? Se si një njeri dashur për një moment nuk është më aty që ta kesh qeshësh, ta përqafosh, jetosh me të, edhe fillon dhe mendon, po pse se bërë edhe këtë, pse se bërë edhe këtë, fillon dhe pendohesh. Ndalesa e 6, Dom Gjergji. Ndalesa e 6 janë momentet, po mendoj shumë nga pikpamja kohore, themi kështu shkolla e mesme kur nuk merre rezultatet që doja. Ke marrë ndonjëherë 4? 4 nuk mbaj mend, por kam marrë 1. Sepse më kapi profesori hera parë dhe fundit jetën time që po kopjoja. Dhe nuk më heci. Dhe Dom Gjergji ka kopjuar. Ndalesa e 7.
Ndalesa 7 janë momentet kur nuk kam pasur rrugdalje për problemet që më kanë dalur përpara. Nuk kam pasur rrugdalje në moment, kam shtrydhur trurin, kam kërkuar gjithandej, nuk kam pasur rrugdalje. Ka qenë një mësim i madh për t'i pritur rrugdaljet kur vin vetë. Ndalesa e 8. Ndalesa 8. Shkëputja ime nga Shqipëria në 94, kur pika atëhere që do shkoja të bësha, të studioja, më muaj shumë Shqipëria, fshati, njerëzit, çdo plëmbe e fshatit tim e njerëzve, fytyrat e tyre shumë. Më muaj shumë dhe madje mbaj mend që rastisht takova një bashkëfshatarin tim në bari që ndoshta në kushte normale do kisha kaluar edhe pa përshëndetur, atje mu duk sikur takoj gjithë familjen, kap, çaj, puth. Por të rriti kjo përvoj. Ndalesa e 9. Ndalesa 9 është gjithë ato raste kur mu ka dashur që të vendos maska. Ke vend maska? Për mos t'i ra ndesh dikujt, për mos me prek dikë, për mos me bëj që t'vuj dikush, atëhere do dash të vend. Do thënë maskat ndonjëherë janë utilitare, janë shëndetshme. Nuk e di sa janë utilitare, me pasojë mbrapa. Çështja është se shpeshherë për të mos bërë që të tjerët ndjehen keq, atëherë njeriu vend maskën. Ndalesa e 10, Dom Gjergji. Ndalesa 10 janë dështimet e mia në gjatë gjithë kohës. Por që të mësoj një gjë shumë të madhe, që je si gjithë njerëzit e tjerë. Je Gjergj. Ndalesa e 11. Apo e 10, ku jemi? 11-a. Si po e pres numri 14. Prandaj që të vija Kruçis. E të mendosh çfarë mundimesh janë këto krahasuar? Asgjë. Mund të them se janë momentet kur nuk kam pasur përgjigje. Nuk kam pasur përgjigje për situata që i kam vënë vetes edhe që më kanë parashtruar të tjerë dhe kur dëshira për një përgjigje më ka munduar shumë. Kur i ke rënë murit me kokë, është shtyrë muri apo koka, Dom Gjergji? Asnjë rast tjetra. Kemi hecur përpara të dy. Ndalesa e 12. Ndalesa e 12. Po, do thoja janë ato momente mjaft njerëzore, hatërmbetjesh me njerëzit e dashur, me shok, me miq, ku për një arsye se të mbushet mendja që ta ka bërë me pa të drejtë, ti i mban një qëndrim. Ka njerëz që sot mban qëndrim? Që nuk u flet? Jo, nuk ekziston. Unë jetën time nuk kam mbet pa fol me njeri përveç për pak mund të ketë qenë minuta, ose sepse nuk e kam parë për disa ditë mbasi ka ndodhur ajo gjë, por nuk ja kam mohu kërkujt fjalën, gjithmonë flas me gjithë, por qëndrime kam mbajtur dhe mbaj nga një. Qëndrim, themi kështu, okay, flasim, rrim, por qëndrimi është qëndrim. Për derisa e lejon dhe kisha. Ndalesa e 13. Nuk e lejon kisha, është qëndrimi. Është Dom Gjergj, njeriu i lirë. Po pëlqeu. Ndalesa e 13. Atëherë, tek ndalesa e 13, do të thoja që ndalesa e 13 janë ato persona që nuk kam ditur të ndihmoj në jetën time. Ka pasur njerëz që nuk i kanë ndihmuar, Dom Gjergj. Nuk kam ditur të ndihmoj, nuk kam mundur të ndihmoj në jetën time. Jam përpjekur ose thjesht kam dashur që të hikin sa më parë gjejnë ndihmë dikun tjetër, duke vujt pa aftësinë time për të ndihmuar. Po kjo të mëson një gjë shumë të madhe në fakt akoma, që nuk jemi Zot. Nuk jemi Zot. Ndalesa e 14, Dom Gjergj.
E fundit. E fundit është, të thoja, personat që nuk i kam kuptu në jetën e tyre, nuk i kam kuptu në atë që kanë deshme më thënë dhe personat që kanë vujt prej meje. Janë shumë? Nuk e di. Nuk e di. Dom Gjergji, dhe ne kthehemi në Gjenez, aty ku do të nënshkruhet kontrata, ndërsa presim që të vendoset edhe legjia jonë për të nënshkruar kontratën, jemi këtu. Kotia e fundit. Okej. Dom Gjergji, ti betohesh mbi Bibël, apo jo? Okej. Betohesh mbi Bibël? Po, e qujmë kështu, betimi nuk është një formë fort e lejushme, por Bibla për mua është fjala e jetës, fjala e Zotit. Fjala e Zotit. Çfarë ka në kotinë e fundit? E një? A e një? Po më duket si bloku imi, si një ditari imi. Kjo është e vërtet. Ky është ditari juaj, i cili në asnjë mënyrë nuk është hapur nga askush prej nesh. Por ka një betim shumë të rëndësishëm. Jani me mua. Jani me mua dhe vjen dhe në teori kontratës. Është momenti për të rinovuar betimin tuaj. Dhe në teori sa Mirshatku, Dom Gjergj Medat, faleminderit për këtë kontratë. Më pak e mundimshme Via Crucis, vullën, a keni vullën, a keni. Më pak e mundimshme se Via Crucis, por jeta është e bukur sepse kupton gjithmonë që ka mundime për të sfiduar. Faleminderit. Faleminderit. Rishihemi javën e ardhshme te kontrata me një tjetër të ftuar gjithnjë vetëm në Adon Channel. Faleminderit, ishte kënaqësi, faleminderit. Kënaqësi ishte jonë.